Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi rabbil alamin. Wa nusalli wa nusallim ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, ala rasulina Muhammad ibn Abdullah al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد Allahun e falendrojmë që i takon madhnisë Allahut që është një dhe përveç tij tjetër s'ka. Allahun e madhrojmë sa ai meriton të madhrohet dhe ai meriton të falendrohet. Kërkojmë falje në këtë ditë falje, ditë xumaje. Allahun na fal gjunat ya rabbel alamin. Pastaj me emrin e tij Gafur dhe Rahim që është falës dhe i mëshirshëm, kërkojmë nga i madhi Allah që Allahut na kaplon me rahmetin e tij ya rabbel alamin. Ndërsa gjuha dhe zemra e mirë, më i mirë është ajo zemër dhe gjuhë e cila i çon salata dhe selam e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, dhe ne i dërgojmë salata dhe selam e pejgamberit alayhis salam, familjes tij, shokëve të tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Xhamati pranishëm në këtë ditë xumaje, ne kemi ardhur me një qëllim të veçantë sot, kemi ardhur rastisht në xhami, kemi ardhur për faljen ndaj Zotit me kërku, kemi ardhur për mëshirën e Allahut, kemi ardhur që Allahu më na largu brengat, kemi ardhur që Allahu më na filtru zemrat dhe më na pastru zemrat dhe më na dhon rahatllëk. Allahu i pranoft adhurimet tona ya rabbel alamin. Mesazhi i kësaj hutbes së shkurt, do të mundohem shumë shkurt. Si po ki qef, Allahu mos sjell me ty. Atë ka shku mendja ndonjëherë me vetën, qysh ki qef, Allahu mos sjell me ty. Garant kitë na kemi qef që Allahu mos sjell me neve, që Allahu s'pari herë neve më na fal, se krejt na pite i pari, dejte i vogli, kitë kina gjënave. Kitë kina qef, Allahu i më na fal. Krejt na kina nevoj, se s'munësh me funksionu as një lëvizje, as një qërpik tandin, s'pa mëshirën e Allahut, pas në xhennet pa rahmet Zotit se ne. Atëherë ne kena qef që Allahu mos sjell me pas rahmet mbi ne, Allahu shoft rahmet mbi ne. Krejt që tu shka jena pite une, e te i fundit atje, kitë kina siklete dhe vështirësi. Në të më thot dikush që nuk ka dikush ndo një siklet. Garant, kitë kini siklete. Të natyrave të ndryshëm. Kitë na kina të meta, të ndryshëm, hale, të ndryshëm, vështirësi të një pas njëshme. E Allah e qish më ti qef më sjell me ty? Është një ligj, një shpërblim që përna të regon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për 5 elemente shumë të rëndësishëm që i përmenda, që lidhen me punën tonë. Edhe ajo është ti a je i mëshirshëm ndaj njerëzve, ti a je falës ndaj njerëzve, ti a ja u largon vështirësi njerëzve apo ja u shton sikletin njerëzve, ti a i del në ndihmë njerëzve apo i bën zullum njerëzve, edhe ti a i gëzon njerëzit apo i trishton njerëzit. Me fjalë shkurta, 5 mirësi në jetën tënde nëse i praktikon, Allahu ka më të nderu dhe ka më sjell në formën më të mirë që Allahu të nderon ty me falje, me mëshirë, t'i largon vështirësit, të ndihmon në sfidat më të rënda të jetës dhe e funit t'i mbulon të metat e tua. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse dëshiron falje nga Allahu, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithi është në Tirmidhi, mëshironi ato që janë në tokë, bani rahmet njerëzit që janë në tokë, mëshiraje njëri tjetrin në tokë. Allahu të mëshiron në qiell. Njeriu më i mëshirshëm ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë, nëse don ty mu sjell mirë Allahu me rahmet, atëherë ti sillu me rahmet me krijesat e Zotit. Arroganca jote, ti arrogant, e Allah i mëshirshëm më të çon në xhennet, nuk shkon me arrogancë në xhennet, nuk shkohet. Po Allahu të ka kriju ty me madhru Allahun dhe me ndjek sunnetin e të mëshirshmit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, Allahu na ka mësu mu kanë i mëshirshëm. Kush don me shku në xhennet, atëherë le ta mëshiron vllaun e vet. Kush don që Allahu ta mëshirojë në qiell, le ta mëshirojë vllau muslimanin e tokë, Allah e mëshiron në qiell.
Një e dyta, kitë na kina gjunahe, atëherë nëse donë ty Allahu më të falë edhe ti dika nëse të ka ba ndonjë padrejtësi. O l'kadimin e l'ghajdhe o l'afina anin nas, idhëtinat më të mëdhaja i përbini pejgamberi alayhis salam, zullumi më të madh pejgamberi i fali. Ne jemi ummeti Muhamedit alayhis salam, nëse don që Allahu më të fal ty, mos jam sy xhenetit pa qenë falës ndaj krijesave. Porosia e dytë, nëse don mëshirën e Allahut, nëse don faljen e Allahut, mëshiroj krijesat dhe falja u njerëzve. Kështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë: mëshironi të tjerët, t'ju mëshiroj Allahu, dhe falni të tjerët që Allahu t'ju falë, transmeton Imam Ahmedi. E treta, kitë na kemi siklete të natyrave të ndryshëm. Monemen këtë mesazh, këtë porosi nga hadithi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi është Muslim. Kujdo që i largon një besimtari një pikëllim të kësaj bote, Allahu do t'ja largon një pikëllim në ditën e gjykimit. Ose kush është në ndihmën e vllaut, Allahu është në ndihmën e tij. Me hek vështirësi, nëse ti dhe unë kena siklet sot, si dalsh pi xhamisë sot, mëshiroj njerëzit, fali njerëzit, hekja një breng njerëzit. Ti ki 10.000 dinar në xhep, dikuj ne i du 100 dinar, ndihmoj me 100 dinar. Dikush ti ki siklet se të ka rëndu dikush, ti thuja një fjalë të mirë dikujna, Allahu ka ma ta largu brengën. Prandaj porosia e parë, mas mëshirës dhe faljes, e treta është largimi i vështirësive, e katërta është me qenë në ndihmë, se nuk ka mundësi më kanë ti në ndihmën e vllaut e Allahu mos më kanë ndihmën tënde, dhe e fundit është mbulimi i tmetave dhe gjunaheve. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i mblon tmetat e një muslimani, Allahu do t'ia mblon tmetat e tij në këtë botë dhe në ahiret. O vëllezër, mos i shploni pislëçet e njëri tjetrit. Allahu në ditën e Kiametit, ai që ka bërë gjunah ka me vënë perde mes ati dhe krejt njerëzimit, jam mbulon robit. Allah që ka drejt çka do me pas. Kush jetim ja shpëlu njëri tjetrit. Nëse ti ja shpëlon të këqija tmetat, Allahu ka më t'i shpëlu. Nëse ti ja mlon, Allahu t'i mlon. Prandaj këto janë 5 mesazhet e veprave më të nevojshme se ne kemi nevojë për mëshirë, për falje, për më na largu Allah i vështirësitë, për më na ndihmu Allahu dhe për më na mbulu tmetat tona. E lusim Allahun që këto 5 cilësi Allahu t'na ban prin këtë moment që ta ndryshojmë pozicionin ton me Allahun. Nëse dojna Allahu më sill mirë, me rahmet, me falje, më na mbulu tmetat, më na ndihmu dhe më na largu vështirësitë, këto janë nevojat e patjetërshëm. Dhe të përfundojmë. Kitë kemi ardhë që tu me abdes. Dhe elhamdulillah falmi namazin. Dhe që më zbjerë në shtrat, pasha Allahun e madhë. Më zbjerë në shtrat kur? Nëse zemra jote ka urrejtje për muslimant dhe për rrethin familjen ku jeton. Vallahi namazi jatë së është tamam, e as shahadeti jatë së është tamam, e as pikësynimi xhenetit së është tamam, nëse ti bjen shtrat në gjumë dhe e ki mlefin të mbushur zemrën tënde me urrejtje. Allah i s'ka kriju me urrejtje, Allah i t'ka kriju me dashuri, me jetu me mshirë, me jetu me udhëzim të Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit alayhis salam. Ne më shumë kemi urrejtje këne na urës gurit se na tan urës gurit. Ne më shumë kemi urrejtje për ndaj muslimanëve se sa ndaj atyre jo muslimanëve. E lusë Allahun e madh s'pes gjati se koha e nxehtë, Allahu t'na largon çdo të keqe nga zemra jonë, Allahu t'na mëshiron këtë ditë të rahmetit, Allahu zbrit rahmet mbi zemrat tona, falje mbi zemrat tona, udhëzim dhe na largoft Allahu vështirësi, na mloft metat tona ya rabbel alamin. Dalshmi faqebar para madhnisë Allahut. Aqulu qawli hadha wastaghfirullahi li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim.